Kiara Tito zbulon se së bashku me Luis Elin po realizojnë një film. Në emisionin Ndryshe me Salsano Rapin dhe Elona Duron së fundmi ka qenë e ftuar moderatorja Kiara Tito. Në këtë intervistë të veçantë, ajo ka treguar më shumë detaje në lidhje me karrierën, familjen dhe projekte që pritet të vinë shumë shpejt. Ish banorja e shtëpisë më të famshme në Shqipëri ka zbuluar se shumë shpejt do të sjellë së bashku me Luisin një film për të cilin ka nisur puna. Jemi duke u organizuar për të bërë një film bashk. Është hera e parë që e them. Ai e ka thënë pak edhe në story, megjithatë nuk kishte asgjë konkrete. Tani është momenti që ne jemi në fillimet tona sepse filmi normalisht që do shumë kohë që të dalë. Por ky është një projekt që ne kemi dëshirë që ta bëjmë sa më shpejt. Në vazhdimsi do t'i mbledhim të gjitha detajet, u shpreh ajo. Do të jetë një film komedi apo një film që flet për historinë e tyre të dashurisë? Ka qenë pyetja që ju drejtua më tej. Sigurisht që do të ketë edhe dashuri brenda. Ku do shkojmë ne të dy pa transmetuar pak dashuri, tha ajo. Të njëjtit tashmë kam bashk edhe një vajzë të quajtur, Luna Mari. Nëse ju pëlqeu kjo video shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.